Ky është momenti i parë kur Altin Doci arratiset nga spitali i Durrësit dhe largohet me shpejtësi nga parkimi. Në videon e siguruar nga Top Channel, duket teksa Altin Doci ikën me shpejtësi ndërsa nga pas e ndjek efektivi i policisë. Rreth orës 13 së martës, ai është shoqëruar së bashku me një të dënuar tjetër nga 2 efektiv policie në pavionin e infektivit. Në pritje të vizitës mjekësore, ai ka kërkuar të shkojë në tualet. Me të dal nga aty ka përfituar dhe ka goditur në befasi efektivin e policisë së Burgjeve, që po e ruante dhe menjëherë është larguar me vrap, ku e priste një automjet tip Audi i bardhë me të cilin është larguar. Efektivi që e ndoqi 39 vjeçari në arratin e tij ka qelluar me armën e tij të shërbimit në tokë dhe plumbi ka bërë rikoshet. Preda e tij përfundoi në shkallën e efektivit, ndërsa gëzhoja nuk është gjetur ende. Nga hetimet e deritanishme rezulton se nuk janë respektuar protokollet e shoqërimit për numrin e efektivëve të policisë së Burgjeve, që duhet të shoqërojnë personat e paraburgosur apo të dënuar gjatë vizitave të tyre mjekësore. Altin Doci akuzohet për disa vrasje në Trekëndshin Tiranë, Durrës, Elbasan. I riu me origjinë nga Lezhë dhe banim në Tiranë është arrestuar nga Spaku në Tiranë 6 vite më parë gjatë operacionit Plumbi i Artë, i akuzuar për një sër ngjarjesh kriminale pas dëshmive të penduarve të drejtësisë. Klevi Salla, i penduar i drejtësisë që humbi këtë status për disa deklarime të rreme, akuzojnë Docin për përfshirje në vrasjen e 4 personave, 2 vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhiaj në Durrës, si dhe ekzekutimin e Angelo Avdis dhe Dorian Shkozës, por në qytetin bregdetar. Sipas prokurorisë së posaçme antikorrupsioni, akuzuari Altin Doci dhe 4 viktimat vite më parë ishin pjesë e bandës së një prej emrave më të njohur të botës së krimit, Talo Çelës, por u vranë për llogari të këtij të fundit pas mosmarrveshjeve. Pas Sallës, emri i 39 vjeçarit u përmend edhe nga bashkëpunëtori tjetër i drejtësisë, Nureddin Dumani, i cili e akuzoi si pjesëmarrës në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e Ardit Uruçit. Lidhur me këtë vrasje dhe disa krime të tjera, emri të arrestuarit Doci doli në dosjen e SPAK për grup kriminal të çopjeve në Elbasan.